Në një periudhë të shkurtër kohore do të mësohet se nga cilat komuna dhe rajone është numri më i madh i emrave në listën e zgjedhësve, të cilët do të jenë pjesë e kontrollit në terren. Ndërkohë, Komisioni Shtetëror Zgjedhor i ka bërë thirrje qytetarëve që të jenë pjesë e procesit të pastrimit të listës, duke pranuar të nënshtrohen intervistimin gjatë kontrollit në terren nga nëpunësit e këtij komisioni. Spisokët vëkoi opshtimi. Listën se në cilat komuna dhe sa persona do të jenë objekti i kontrollit në terren do ta kemi sot ose ditët në vazhdim, por do ta kemi para se të fillojë kontrolli në terren sepse në atë listë bazohet edhe vetë kontrolli në terren. Preku kampanja të otvoreni vrati. Me fushat të ndyer të hapura, duam t'i inkurajojmë dhe motivojmë qytetarët që të hapin dyert për ekipin e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve që të mund të kryejnë kontrollin në terren. Në terren do të verifikohen rreth 100.000 votues, ndërkohë 374 anketuesit e kanë për detyrim që me mos realizimin e anketës për herë të parë të kthehen edhe ditën e ardhshme, kurse nëse anketa nuk realizohet as herën e dytë, personi që duhet të anketohet duhet të paraqitet vetë në përfaqësinë e KSZ-s në afat prej 3 ditësh. Gjatë procesit të kontrollit në terren, përpunimit dhe shpalljes së rezultateve mund të jenë prezente edhe përfaqësuesit e 4 partive politike, të cilët janë të obliguar që procesin ta ndjekin në mënyrë pasive, pas një farë komunikimi dhe veprimi. Ndërkohë, KSZ-ja nuk deshi të komentojë vendimin e prokurorit publik Marko Zvorlevski për themelimin e një komisioni të përkohshëm për ndjekjen e parregullsive eventuale zgjedhore, të bëra gjatë organizimit dhe zbatimit të zgjedhjeve të saktuara për 5 qershor. Antarë të këtij komisioni njoftohet se do të jenë nga prokuroria publike, nga 4 prokuroritë e larta dhe nga prokuroria themelore. Madje kjo prokurori, njëjtë sikurse KSZ-ja, paralajmëroi një adresë elektronike ku qytetarët do të mund të paraqesin parregullsitë zgjedhore.